Për momentin është një kuvend I punës së LDK-s, një ditë e demokracisë në LDK dhe besoj se fillon si e tillë dhe do të përfundoj si e tillë. A pret të ketë vot besim, a do të ketë proces zgjedhor? Është në diskrecion të kryetarit të LDK-s, a don vot besim apo don thjesht dorëheqje dhe pushim për një kohë caktuar. Ka një kandidaturë të themi kështu jo zyrtare? Nuk jemi në fazë të kandidaturave tjera, jemi në fazë të një procesi që ka të bëjë me vlerësimin e punës së kryetarit aktual, të kërkuar vetëm nga kryetari aktual. Pra, ai ka kërkuar që të vlerësohet puna e tij dhe të shohim se çka po I ofron kuvendit. Pra, mbetet në vullnetin e tij se çka I ofron kuvendit dhe pastaj kuvendi të marrë vendimet. Nëse I ofron dorëheqje dhe largim të menjëhershëm, pra, nëse ofron dorëheqja është akt vullnetar, individual I pandekueshëm, drejt për drejt I zbatueshëm dhe I pakthyeshëm. Nëse kërkon vot besim, atëherë është çështje e votimit e cila duhet mbahet si votim në bazë të sistemit statutar të LDK-s, votimi me shef ekzekutiv dhe ecim tutje. Cili do të jetë rezultati, do të jetë një rezultat I respektueshëm nga ana jote. Një kuvendi e ka në dorë, pa shumë se çka do ndodh. E ka në dorë kryetari I partisë se çka po kërkon prej kuvendit. Ai ka thirrë kuvendin me kërku diçka prej kuvendit. Dhe në bazë të kërkesës që ai ja bën kuvendit, atëherë kuvendi I përgjigjet. Nëse ai kërkon vot besim do t'i jepet. Në kuptimin që do të votohet për besimin ose jo. Nëse ofron dorëheqja thashë edhe një herë është akt individual I pandikueshëm I drejt për drejt, zbatueshëm dhe I pakthyeshëm. Nëse kërkon vot besim, atëherë është një institut tjetër I së drejtës I cili do të zbatohet dhe gjithçka do të jetë në rregull. Pra, LDK-ja e ka sot mundësinë që të provojë edhe një herë demokracinë dhe demokracia do të triumfojë, jam I bindur në LDK, dhe do të ruhet uniteti, vizioni dhe përbashkëta në LDK, do të ruhet shpresa, do të ruhet angazhimi dhe përkushtimi dhe bashkarisht do t'i japim ofertën më të mirë Kosovës. Mbetet diskutohet ajo, po unë mendoj, mendim personal, orientimisht duhet t'i lihet kohë një kuvend I tashëm mas disa javësh, I cili do të përgatitet dhe të mbahet për të zgjedhur një kryetar tjetër, ose mund të vendoset që të shkojmë zgjedhje të përgjithshme në parti dhe pastaj në fund të një procesi disa mujorësh të dalim në pikën ku zgjedhet kryetari I jashtëm I LDK-s.